Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. Sot Vibe-in do ta nisim shumë ndryshe. Kam dy të ftuar shumë interesant, Abi dhe Helios. Përshëndetje. Hello. Jeni mirë. Ju besoj ju njohin, po për të gjithë ato që nuk i njohin, ju jeni dy ish konkurrencë të përputhenit, po. Dhe lajmi më i bukur është se keni qenë më të veçlit. Po. E vërtet. Në historinë e përputhenit. Përpara se të bëj pyetjet kush ishte vajza e preferuar, a u dashuruat, a s'u dashuruat, e të tjerë me radhë, dua të bëj një pyetje për të dy juve. Cili indi idea për të futur në përputhen? Po tash filloi historia se unë njihja Megi nga një vend pune që punoja më përpara. Edhe ka ardhur disa herë te ai vendi punës edhe unë bëja muhabet për herë, kam kap një foto, kështu pastaj i shkruajta unë Megit pas ca muajsh për punë. Desha të punoja me Megin, asistent çdo lloj gjëja, kishte një vend pune Megit, punoja unë. Edhe i shkruajta unë një mesazh në Instagram, një DM, kështu që po kërkoja thjesht një punë. Ishte thjesht një bazditë. E shkruajtëm bashkë, se unë nuk e dija si më shkruajt një mesazh të mirë, shkruajtëm bashkë dhe thamë ti ja çojmë, okay. Ja çova unë, po më shkruajti pastaj Megi që unë kam një propozim tjetër, hajde te Top Channel, i tha. Ika unë te Top Channel dhe folëm atëherë, më tha hajde te përputhen. Unë s'dija fare ç'ishte përputheni, nuk shifja fare televizor. Edhe pastaj i thash qa është, e pyeta a mua ty të vëni, më thash dating show, i thash okay po futem. I thash më tha pastaj okay shumë mirë, do flasim pastaj për me vazhdim. Pastaj i thash a mund të marrëni shokun tim se do mërzitem vetëm aty. Edhe më tha okay mirë. Edhe pastaj ikëm me Heliusin edhe folëm pastaj edhe u futëm. Neve na tha Megi që domethënë kishin dëshirë edhe kishin si qef që të merrnin ca persona që sillen një frym ndryshe nga the same millennials që vinin vit për vit çdo sezon në përputhen. Se ishte cringe. Po, deri sezonin fundit ishte cringe. Po, edhe kjo ishte një nga faktorët që na si themi na mbushin mendjen që ne të pranonim të shkonim te përputheni. Sa vjeç ishit juve? Unë isha 19, edhe unë isha 18. Mirë se ju kap ligji ashtu. Po. Kishte më i vogël aty. Kush për ju që kishte më seriozisht idenë për të gjetur një lidhje dhe për të pas një lidhje? Do jem like kështu 100%, ne nuk ishim kaq serioz që ne do gjenim një lidhje aty. Nuk e mendonim fare, po ne po themi me veten tonë që po e gjetëm shumë mirë, po ne dinim që në përputhen nuk do e gjenim. Po, kjo ishte marrëveshja që po na erdhi, po që ta bëjmë përsu nuk e Po se si 19 vjeç, unë nuk mendoj se do e gjej të dashurin tim në përputhen, është se di, ne edhe kemi, kur u futëm fillim fare, pyetëm për gjithë sa vjeç ishin gocat, si ishte asnjë të njëjtën moshë me ne. Ishte më e vogla, ose të paktën afër me ne. Po, më e vogla ishte 21 aty. Që unë pastaj përfundova që dola në një takim, pastaj Aleksandra ishte 21 vjeç edhe me atë dola pastaj unë. Zgjodhi mu nga unë Helius edhe ishte një çun tjetër që ishte me ne në takim, zgjodhi një nga ne dy. Si u ndjeve ti? Që më zgjodhi. Po, edhe unë desha të dilja me takim atë ta njoja më shumë se ishte më e vogla. Po, fundari nuk punoj, nuk vazhdoj të takim. Pse? Ajo më tha ti ju s'keni se ne u futëm bashkë në një takim, po më tha për mua që s'kemi ndonjë experience shumë të madhe, ajo donte një çun me experience më shumë, edhe donte një çun që dinte të silleshte në një lidhje. Se di, kështu Ajo mendonte që ne nuk mund t'ja plotësonim dot ato kriteret që kishte të një mashkulli që jo po kishte donte një mashkull me eksperiencë që t'ishte serioz edhe të dinte si ta trajtonte dhe si të sillej me një femër dhe mendonte që prej moshës, prej numrit që shifte, mendonte që ne nuk e kishim. Ajo do si temë diskutimi ka ardhur edhe në emision kjo fakti që prej numrit të moshës që kishim në kartë identiteti nuk mendonin që ne i kishim mundësi. Ju me këtë që po thoni, më le të nënkuptoj që mendoni se mosha është thjesht një numër. Jo. Unë ashtu mendoj. Mosha është thjesht një numër, po, sepse një çun 19 vjeç mund të plotësoj çdo lloj kriter tjetër që ka një çun 28 vjeç edhe 30 vjeç. Po, në këtë rast po. Si për shembull çdo gjë në një lidhje. Përveç për shembull
of course eksperienca që ai mund të di një gjë më shumë, po edhe unë mund të bëj atë që bën edhe ai. Abi do të thotë që nevojat e një vajze në lidhje, në një relationship nuk janë përmbush mosha, po ja përmbush personaliteti dhe se si, do të thënë, sjellja e çunit, jo mosha. Çfarë prisnit nga kjo eksperiencë? Dhe çfarë ka ndryshuar tek ju nga momenti që jeni fut në përputhjen dhe tani keni dalë? Çfarë ka ndryshuar? Kjo është pyetje e bukur. I don't think që na ka pyetur dikush se... Jo, unë mendoj, po, është shumë pyetje e bukur, po unë mendoj se na ka ndryshuar gjithë jeta. Se ne nga një të pa njohur fare, tashi na shohin rrugë për foto, për na flasin, jo po abi, për puthen, na njohin gjithë. Domethënë e gjithë direction i jetës tonë ka lëviz, ka ikë në një vend tjetër. Edhe unë filloja më kam para se sa të futeshem për puthen, isha në një Instagramin tim, TikTokun tim që filloja unë bëja video kështu nxirja, edhe isha okay me këtë gjë, unë prandaj u futa edhe në përputhen, merr edhe çik fam. Edhe mendoj se e plotësova atë gjën. E ke marrë famën që të Po, mendoj se po akoma kam po mendoj për shkallë edhe më lart. Po ti Helios. Unë të them drejtën isha thjesht i lumtur për të qenë aty. Doja që ta shijoja në një qëllim që të thush si Abi që të merja fam, do më thënë, numër 1 nuk e kisha, obviously që do ishte qef, do ishte një gjë e mirë, po që thush kam vajtur për atë lloj qëllimi nuk e kam bërë. Unë thjesht kam qenë happy to be there, edhe kam qenë me shokun tim, siç do dinim çdo mbasditë atë verë, që do dinim për kafe ose për xhiro whatever që do bërim galla dhe shef e kemi bërë atje, kështu që për mua nuk është se ishte kështu. Ishte shumë eksperiencë e bukur. Si do ta përshkruani këtë eksperiencë me një fjalë? Fakti që kemi qenë bashk, do të thënë ne atje, duke kur bënim xhirimet edhe kur takonim njerëzit të rinj, për ne ka qenë, sa them, nuk ishte pengesë, nuk ishte e vështirësi për ne. Do të thënë ne kaluam me lehtësi, me gallata, siç do kalonim çdo ditë që do ta kalim. Sigur po dalim kështu normalisht, sigur po dalim në një hangout për shembull. Si ishte kaq e vështirë që ne të themi ka qenë shumë ndryshe nga jeta jonë. Impresion ose kështu jo. Se ne ishim dhe mësuar me kamerat më përpara se unë dal live në Twitch, edhe ishim mësuar me këto kamerat edhe mikrofonat edhe kështu gjëra, nuk është se kishim shumë presion ose angst këto gjë, ishim okay. Ju më thatë se nuk ishit gati për një lidhje dhe nuk mund të gjeni dashurinë e jetës në përputhen. Sa ju ndihmoi përputhen në lidhje me femrat pasi dalët? Mu për vete e bëri më të vështirë. Pse? Sepse tashi kam pas sa raste që kanë ardhur për shembull gocët më kanë thënë ne të kemi panë përputhen, edhe më kanë gjyku për atë gjën që kanë panë përputhen, po unë jam komplet njëri tjetër. Kam qenë komplet njëri tjetër aty në përputhen se është kamera, du të kesh çik content aty, du të kesh çik du të jesh si ndryshe, por kur jam me një gocë që dalin vetëm për shembull privat, jam ndryshe nga atë që bëj aty. Edhe jam Çfarë bën ndryshe? Po ndryshe tash është jem privat, nuk është se kam siklet. Po aty kam kamerën, duhet mendoj edhe për ato që po më shohin, edhe për gocën që kam anash. Abi do të jetë entertaining kur është në kamera, kurse kur është jashtë kamerave mund të jetë pak më jam e fokusuar veç, edhe është më i rrjedhshëm edhe kështu. Si ka ndryshuar marrëdhënia me femrat nga dalja e përputhen? Atëherë unë mendoj që çdo njeri ka bukurinë, specialitetin, veçantat e veta, edhe të gjithë njerëzit, domethënë mund të gjejnë personin e tyre kudo në jetë. Thjesht mendoj që fakti që ne dolëm në kamera, që bënim edhe video në për rrjetet sociale tona që sollëm pak më shumë traction dhe vëmendje, thjesht bëri që ne të dinim në më shumë sy se sa average, se sa në mesatarisht. Edhe kjo mos gënjej kot ka ndihmuar. Domethënë Abi e ka vështirësuar marrëdhënien me femrat, dalja. Jo, në këtë aspekt unë jam dakord që më kam pa shumë vete se unë i dal për shembull në For You page i dal në televizor, jam okay në këtë, jam dakord shumë mirë që. Unë them në marrëdhënie me femrat, se ajo më intereson mua. Jo, unë thash atë.
Çfarë doni të gjenit tek një vajzë në atë periudhë kur ishit në përputhjen dhe kush ishte vajza që erdhët me synime të qarta? Atëre kur bënim muhabete me Abin, që bënim para se të shkonim që të fillonin xhirimet, po mendonim scenario se si mund të dilte, si mund të ishin xhirimet, si mund të ishte përputhjeni, sepse ne nuk I kishim para as konkurrentet, as ashtu. Edhe si qëllim, si një mendim që kishim që ne prisnim ishte që të vinin vajza pak a shumë që ishin të reja. Edhe që mund të bënin, let's say, the same, mund të ndanim të njëjtin proces mendimi, të njëjta gjëra që mund të pëlqenim, maybe the same music, ndoshta ndonjë hobi që mund ta kishim të ngjashëm edhe që ne të ndanim diçka me ata. Edhe kur vajtëm, vurëm re që s'ka. Nuk ishte. Po. Edhe Po kështu nga fiziku, cila ishte vajza që u pëlqente më shumë në pamje të parë? Ata bëjmë kështu të themi nga për shembull më e bukura në periudhën tonë apo në gjithë sezonin? Kur ne ishim apo të gjithë sezonin? Po prit, janë shumë tani. As nuk I mbajmë të gjithë. Janë shtuar çik. Po. Po kur vajtëm, do e them të që nuk është se vumre ndonjë gocë që na e mbushte syrin. Kur vajtëm. Pastaj erdhi Ina, që u fot edhe në Big Brother, pastaj Ina deri nuk e di anjef, po ajo ishte shumë e bukur. Stelina shumë e bukur. Po. Kush tjetër ka qenë aty? Stelina ne kemi shumë xham edhe. Po. E përshëndesim. E përshëndesim. Dania është edhe aty, Dania është e bukur. Kush tjetër? Kash mendoj se janë këto më të bukurat që kanë qenë aty te emisioni. A bëmë ndonjë gjë, ndonjë gocë tjetër? Përveç si çfarë vetëm Ina që ishte Ina dhe Stelina janë on top aty. Stelina ishin të mbajtura and everything. Po. Këto. Edhe ky ka dalë një herë në prapasken që po thoshte të dalë një takim me Inën, po nuk. I don't remember this. A kam dalë vërtet? Po. Seriozisht? E ke thënë vetë te kamera do të dalë me Inën. Domethënë, nga këto të dyja do zgjidhje Inën për të dalë në takim. Back then, po, atëherë. Jo, unë do zgjidhja Danjen, se edhe ajo është me origjinë siriane. Danja është vajzë fantastike. Po. Është vajzë fantastike. Unë mendoj se do bënim shumë. Edhe është shumë e bukur live se në Kam qenë. Amin ti duhet ta kesh parë. Po se unë punoj aty edhe kam takuar shumë herë për që ka pas përputhjen. Tani, kush prej jush është më shumë romantik? Aty në përputhjen? Ore nga ju të dy. Në përgjithësisht. Po pra, se iku përputhjen, unë mbyll përputhjen tani. Si ishte pyetja? Jemi në vibe me Klea Kica këtu. Okej, si ishte pyetja? Kush nga ju të dy është më romantik? Eliusi. Po ti? Pse e thua të përgjigje aq kështu pa e menduar? Jam kurioz. Po ky është shumë romantik. E di, e kam ka shumë experiences sa unë. Kemi mënyra të ndryshme për çfarë gjesti I bën më shpesh ti, një gest romantik? Dhuron lule? Actually lule nuk është se kam dhuruar edhe shumë. Do jem real. Lule nuk është se kam dhuruar. Ç'a dhuron? Çfarë dhuron? O me je fol. Se s'po më shkon në mendje. Po ç'a jep dhurat? Ç'a ke dhurat? Ç'a kam bërë dhurata? Roba. Paklete. Okej. I don't know. Dëgjoj, gjest romantik nuk është vetëm të dhurosh. Po, I know. Cili është gjesti yt romantik që bën më shpesh me që u cilësove si je më shumë romantik se Abi? I like holding hands, më pëlqen të mbaj duart. Ajo është fun për mua. Si ti mbash duart? Ti kap duarën gocës. Kështu. Po. Vetëm kështu. Ose kështu. Na, shik. Tjetër? Physical touch. Physical touch në përgjithësi. Nuk më vjen në një gjë specifike. Edhe unë physical touch më pëlqen shumë. Tjetër? Physical touch edhe Qa ka që më them, nuk kam gjë tjetër. Lule dhurante? Unë pa. Çdo për shembull takim të parë, gjithmonë do të ketë lule. Shkon me tuf lule apo me trëndafil? Me një trëndafil, pastaj Po mos sa trëndafila do më sillen nëse do ishte takimi jonë I parë.
Gjithmonë një. Një? Po. Ta kemi parë dhe ti do më shumë se një të ndafil. Një? Po fare. Ta kemi parë një të ndafil, ta kemi 2-2, ta kemi 3-3. Derisa të bëhet. Po gjest yt romantik, çfarë do të bëjmë një gjest romantik nëse do ishim takim të parë bashkë? Po prit se duhet nuk mund ta them pa të njohur. I have to Po takimi i parë prandaj ndodh për të njohur. Po çfarë do dalim direkt në takim pa. Jo, ne besojmë një gjë tjetër Ashley. Do të ketë një stalking stage në Instagram. Po. Nuk mund të dalim kështu pa njohur fare. Kuptoj. Talking stage prandaj ekziston që ti ta njohësh në fillim, pastaj të dish çfarë të bësh në takimin të parë. Tani kam disa pyetje për Heliosin. Patjetër. Mershëm. Ti të njohin si portier. Aha. Në futboll duhet të presësh topat. Po. Në përputhjen çfarë duhet të prisje më shumë? Dashuri apo ndonjë sulm? Përputhjeni ishte si një lojë kalçetoje, që nuk ishte futbollist të mirë. Nuk ishin lojtar të mirë. Do të shkoje, paguaje lekët e fushës, edhe thjesht qofse doje të merri një gjë seriozisht. Po ti s'kape asnjë top. Ti kape ndonjë top? Po, pastaj biku. E mori tjetri. Më mirë mos kapësh fare se ata kapësh dhe ta marrë tjetri. Po pak të provova. Po çdo. Ke la fare lojën. Si do të thotë që si e jaf në momentin që ta merr dikush. Si mund ti Helios? Po. Edhe unë atë them. Më mirë të mos ta kesh fare se ta marrë tjetri. Okej. Ti e di shumë. Si u ndjeve kur ta marrë? Kur më morën, po, jo, unë e dija që ishte programi kaq mbaroi për ne, se ne dinim shumë mirë që s'do dilim me asnjë tjetër nga këto që kishin ardhur, veç po prisim goca treja që do futeshin. Po ne zgjodhëm që të dilnim para se sa të vazhdonim se kishim edhe shkollën, kishim edhe gjëra të tjera, punën, duhet të vazhdonim një gjë, nuk kishim fokusin gjithkohës në përputhje. Helios, në fushë ka një rol të qartë. Në televizion sa vështirë ishte të mos dije se çfarë do ndodhte më pas? Shumë e vështirë. Sidomos kur je në një format si përputhjeni që ke aq shumë personalitete të ndryshme, ti nuk e di se ç'a do ndodhi orën tjetër, jo më se ç'a do ndodhi për shembull episodin tjetër. Po çdo skalet që ishte aty ditë për ditë ishte kështu si surprizë për ne. Po diçka ndryshe. Kemi pas reagime gjithmonë të sinqerta sepse ishim me vërtetë. Një herë i thanë këtit me hëngër, si quhen ato? Që i hëngër ti? Ato midhjet. Po. Ishin kështu, zonja deti quheshin ato. Unë s'kam vënë kurrë in my life ushqime nga deti. Kjo ishte për të vjellë gjithë emisione. Ke pasur pretensione me Katerinën? Po. Çfarë ndodhi realisht mes jush? Të them të drejtën, me Katerinën, jashtë, në mbrapa skena, ishte më shumë si zënka shoqëror me të qeshur. Ke parasysh nuk ishte gjë serioze, pavarësisht se në ekran u bë pak e madhe. Thjesht lafe që hidheshin kunja që pastaj kur dilnim mbrapa kamerave qeshnim me ato edhe s'ka patë një gjë serioze. Po që edhe ajo po tallesh. Jo skenar, po edhe ishim të vërteta, edhe në ekran nuk ke patur tensione. Të dyja, ndonjëherë tallet me ne, ndonjëherë bën të shaka me ne. Është shumë njeri si ta them që thjesht është annoying. Ajo ishte annoying. Ishte natyra e Katerinës dhe natyra e formatit që përputhej. Por raporti me Aleksandrën. Aleksandra goca mirë. Ajo bëri zgjedhjet që donte, nuk kemi gjak të keq midis. Olus, thuj të vërtetën tani me që kam marru. A doje ti të më merri Aleksandrën atëherë kur donim? Jo, por doja që ta shifja se ç'a do mendoje ti. Po si ç'a do mendoja o, s'do të flas më ever. Tani? Jo, atëherë. Që të mora Aleksandrën. Tani si është problemi, ta kuptojmë pak të gjithë.
Ti ke dalë me Aleksandrën. Po. Heliusi ka dashur të marr Aleksandrën. Jo, ne kemi dalë me Aleksandrën të dy bashk. Ja ta shpjegoj. Pse mos ishte me Heliusin pa me ty? Ja ta shpjegojnë. Ajo më zrodhi mu, po kur ne ikëm te takimi, ky provojnë, u mendoj unë që ky provoi të fliste me atë më shumë se sa unë, po më nxirrte pak a shumë nga takimi. Po kjo është aftësia e tij? Po Kështu tha dhe Megi, by the way. Okej, unë jam dakord. Pa asnjë arsye. As duhet ti si shoku im për shembull mos të kesh respekt. Ky vajti për të bler një pije, edhe unë thjesht për ta mbajtur shoqëri Aleksandrën i bëra muhabet. Edhe ky u bë xheloz se e pa që po na arrit të muhabeti dhe erdhi në studio e pa pastaj më se nuk e kishte parë, e pa muhabetin edhe fillovi të prekeshin telat. Edhe i thanë dhe ato që nëse ta merr është aftësia e tij. Unë i thash, unë nuk kisha arsye, nuk kisha qëllim t'ja merrja. Po ti doja kishe marrë nëse do kishe mundësi. Jo, unë nuk e kisha qef Aleksandra like that. Po nëse do kishe qef. Nëse do kisha qef, po nëse unë të mora një do i thoja Abdus edhe pastaj do ishte zgjedhja e asaj. Edhe në emision u bë ky diskutimi që do zgjidh ajo dhe ne të dy në të njëjtin konsensus ram që zgjedhja është Aleksandrës. Këdo që do zgjidh ajo, që do të zgjidhte nëse ne do ishim në luftë për Aleksandrën, do ishte okay me ne të dy. Po, ne do respektonim zgjidhjen e asaj. Ishte her choice. Po ti je bërë pak xheloz. Po xheloz do bëhem unë se është takimi im, e ke pasur nuk kam ça them, se unë për shembull i ka aty takimi, i ka të bleja një pije, erdha prap, pash ato të fol shumë mirë, ishin të bë shumë mirë muhabet edhe thash që është një gjë weird, ose mendoja atëherë që ishte weird, po pastaj më shpjegoi Eliusi që edhe aty te emisioni që unë nuk po bëja ndonjë gjë, thjesht po mbaja çik muhabetin se s'do rri kot, edhe thash okay pastaj, po xheloz do bëhem unë se është takimi im edhe ti ke dal bashkë me mua sa për support. A ishte xhelozia apo ishte insecurity? Ja, nuk mendoj se kam insecurity. Si mendon ti Klea? Me sa po kuptoj unë jeni tipe shumë të kundërta. Edhe po rrik shumë. Ti aça jeti, ai është më i drejtë për drejtë, nuk e kuptoj, ndërsa ti je shumë i poshtër. Abi. Unë jam shumë i poshtër? Okej. Është italianisht i poshtër. Një pyetje për ju të dy. Ne jemi dy të poshtër. Një pyetje për ju të dy. Po. Bjonda apo Bruna? Bruna. Unë recently i kam thënë dhe njerëzve me të cilët të ri, më duket se kam konsoliduar tipin mbas shumë vitesh që nuk e kisha një tip. Jam duke bërë po anohem më shumë nga bjondet. Pse? Nuk e di pse. Të pëlqejnë më shumë bjondet? Edhe të gjata. Goca të gjata. Nuk e di pse po filloj ta anohem andaj. Ti? Po edhe mua më pëlqejnë gjata, brune, me edhe kështu skinny. Duhet jetë skinny. Cili për ju ishte më impulsiv në program? Atëherë kur ziheshim me Ibrahimin. By far kam qenë unë. Më impulsiv. Po. By far kam qenë unë. Ishte shumë nga personazhet atje që ishin mainly çunat, i kisha si hala në sy. Edhe kalonin orë të tëra. Këte i kishin inat. Që i dëgjoja që flisnin edhe thjesht më irritonin. Pse e kishin inat? Ato kishin qef? Po se nuk është se kishin qef të, thjesht unë isha ai që ziheshte më shumë. E vokalizoja atë papëlqësinë që kishin për ato edhe of course s'do më kishin qef. Kështu që se unë e dija që po fola unë do thjesht do ngecja dhe nuk kam fol fare. Tani unë kam disa pyetje të shpejta që do përgjigjen një shpejt të dy. Patjetër. Kush është më? Pika. Më? Prit tani. Kush bie më shpejt në dashuri? Abi. Po unë. Kush është më xheloz? Abi. Heliosi. Jo, nuk jam xheloz fare. Kush i shkruan i pari pas një debati? Unë. Abi. Kush fal më shpejt? Unë. Papa. Kush gënjen më keq? Abi. Abi tha për vetë. Po gënjeja.
Kush e ka më të vështirë të thotë më pëlqen? Eliusi. Jo, unë me them sa dhe fare, nuk kam frikë. Do më thonë Abi. Po. Kush do ta kthente një ish? Unë. Ke aq aftësi? Të kthejë një ish? Të kthehet ajo tek unë? Thash se the të kthehem unë te ajo? Jo. Të kthej, jo, unë jo, Eliusi. Në këtë rast unë. Po. Pse? Nëse ishte e kundërta të kthehem unë te ajo, unë direkte. Po. Ti nuk kthehesh. Është thjesht po dinamika po. Dinamika që kam. Po unë mendoj se gjithmonë duhet të kthehesh te ishi. Ato që kanë isha që po na shohin ktheuni se po humbni kohën duke kërkuar për një tjetër. Kurse unë them të kundërt, të shihni vlerën që keni tuajën edhe mos i ndiqni asnjë person. Wallahi duhet të ktheheni, wallahi. Je dakord me mua? Patjetër. Po jo jeni kështu old school, duhet të ktheheni gjithmonë aty. No. Aty ku ishit rehat, aty duhet të ktheheni, nuk duhet të keni gjeni një tjetër apo nga fillimi. Po përderisa ke ik, ti nuk e qenë rehat. Sa do thoja. Po se kjo varet gjithmonë varet se cili si ka përfunduar mohabeti. Kush do të martohet më shpejt? Unë do të fëmijë by 23. Kur të mbush 23 vjeç unë do të kem fëmijë. Interesant, a? Po kur të ai 18 ti do jesh. Unë nuk do jem i mbushur me thinja. Unë mendoj, unë nuk dua të bëj fëmijë fare. Pse? Sepse thjesht mendoj që unë po nuk plotsova jetën time, nuk dua të kem fëmijë që të marrin jetën e atyre pastaj. Këta njerëzit që mendojnë kështu thjesht mendojnë shumë too little about their life edhe për jetën e tyre se mendojnë jo, thjesht unë mendoj që unë akoma një sekond. Për veten e tyre mendojnë që janë të paaftë nëse kanë fëmijë. Jo, unë mendoj se unë dua fëmijën time të jetoj jetën sa më të bukur. Edhe unë po nuk plotsova jetën time nga aspekti ekonomik, nga aspekti emocional, nga aspekti... Do të ti po më thua që ti aq i paaftë sa që ti ke nevojë për 15 vjet të tjera për ta mbushur jetën tënde. Jo, duhet të jap dorën këtij. Këtu ka të drejtë. Domethënë, fëmia nuk është hajtë s'kemi që të bëjmë fëmijë, s'kemi që të bëjmë fëmijë. Fëmia do të ushqehet, do t'i përmbushen kriteret, duhet shkollu, duhet të gjitha këta. Por që të jesh 23 vjeç të bësh babazhja më e bukur, sepse Zoti e ka dhënë që të krijosh familje, të krijosh fëmijë. Edhe të kesh një familje të madhe dhe të mbushur plot dashuri, nëse ti jaf 23 vjeç që të krijosh disa 2-3 kushte që ja përmbush fëmijës, është ja më e bukur dhe shpresoj që ta arrish. Dhe pyetja e fundit është kush thot nuk dua lidhje dhe 2 javë më vonë është në lidhje. Unë. Po to bëj pyetje shumë. Kush i bën femrat për vete më shpejt? Eliusi. Shifte, kjo është shumë pyetje që po u përgjigje duket shumë arrogante, po nëse do përgjigjeshim për njëri tjetrin, Abi thot për mua, kurse unë them Abi nuk e bën atë aq shpesh. Kështu që pse? Kush e bën femrat për vete? Po pra, po nuk mund të them po i bëj unë, se është po ti ke rizmo për, unë s'kam. Ti di çfarë po bën, unë s'di. Sa i gatshëm je ti për gjërat që do vinë në jetë? Në jetë. Jam shumë gati për çdo gjë që vjen edhe jam okay me çdo gjë që do ndodhi në jetën time. Dashuri apo karrierë? Karrierë. Dashuri. Xhelozi apo indiferencë? Indiferencë. Oh. Takim romantik apo natë me shokët? Natë me shokët. Nuk e përgjigjem dot. Takim romantik pra ti? Hajde, takim. Po s'dil më me Olës. Instagram apo TikTok? Instagram. TikTok. Vajzë qetë apo me karakter të fortë? E qetë. Lidhje serioze apo single? Single. Zemra apo logjika? Logjika. Jo. Zemra me logjik. Do të ktheheshit përsëri në përputhjen po jo? Po. Vetëm nëse do kishte dyshime drastike. Si për shembull? Për shembull që të largohej nga ky formati që ka patur
edhe të bëhet pak më i modernizuar si këto që janë jo po 20v1s ose blind dating, to që janë pak më moderne. Unë për shembull do futesh në Love Island po. Pse? Se më pëlqen si format, është shumë e bukur. Direkte, po më morën Love Island. Për një gjithkohës aty. Po. Edhe hum blek shoh se bën një gjë intimate. Edhe do të hum blek ty? Jo, nuk do kisha humë se s'do bëj asgjë gjë. Do merre gjithë lekë. Ky do zinte vend ka atje kot për në Mëngjes apo nat? Mëngjes. Nat. Pse nat? Se unë vlejnë 5, zhojmë 12. Më pëlqen nata. Det apo mal? Det. Kafe apo çaj? Çaj. Neither për mua. I don't like. Bruna apo bjonda? Bjonda. Bruna. Kokzez apo gështenj? Kokzez. Çfarë është gështenj? Brown basically. Si që kam unë. Brown. Veriora apo jugora? Jugora. Do ju vras! Se e pam të dy. Se e dhja që të thoshtë Qa jugore këta? Veriora atyre. Kur të flasi ajo skamos. Qa i do një ferma të qita? Ferma me karakter të fort. E gjua të shpirë, korçare o i të fare? Korçare do të. Atëherë me që jemi të jugore, se na shbugoja veriora. Nga cili vendi jugut i doni? Sa më jug të jetë. Ku? Koni spot. Ku? Po... Princa, unë nuk e di hartën tani shumë mirë, mëndim atima. Ha jepi, ke Vlorë, ke Sarand... Jo, me gjog. Nga Vlora, Sarand, Fier. Aty. Juve? Unë e du nga jug Lindja, nga Korç, Berat, Pogadec. Quna? Sa super. Quna ja falenderoj shumë që ishit pjesë e Shpet Live, ju uroj shumë suksese dhe vazhdoni, mos ndaloni për asgjë, mos mendoni për paragjykime dhe për asgjë tjetër. Dashuroni sepse të dashurosh është gjë më e bukur, pavarësisht moshës. We love love. Në studio jemi me Sadetin Fishtën. Zoti Fishta, përshëndetje dhe faleminderit që erdha. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesë. Atëherë, dje sindikata ka publikuar një problematik shumë të madhe ku punonësit e policisë mbi moshën 30 vjeç ose me mesatare 6.5 nuk do lejohen të konkurrojnë për nën komisar. Çfarë mendimi keni për këtë situatë? Mendimi jonë është shpreh edhe në deklaratën që ka bërë sindikata në lidhje me rastet. Nuk është vetëm për problemin e notës mesatare, po është problemi edhe për moshën. Është edhe problemi edhe sidomos për punojësit që janë aktiv në policinë e shtetit. Sepse këtu ne shikojmë se ka një nonsens në policinë e shtetit, sepse ligji i policisë e lejon çdo punojës policie që futet në polici, domethënë çdo individ ka të drejtë që masi marrën kursin bazë të policisë, që është kursi për patrullat e përgjithshme, ka të drejtë që mas 3 vjeç të ketë një provojë pune, 3 vjeç ka drejt konkurroj për të rritë në karrierë. Dhe rritja në karrierë është e kushtuar nga vazhdimi i shkollës lartë të policisë, të akademisë, që është kryesisht marrimi i nivelit të bachelorit. Kështu që punojësit e policisë që të ngrihet në detyrë, masi kalimit 3 vjet të provojës ose 5 vjet, është i detyruar të konkurrojë për të fituar të drejtën për të shkolluar në shkollën e lartë. Mirë po, kjo mesatarja 1 dhe mosha 2 në mbi 30 vjeç e pengon punojësin e policisë që është pranuar në polici pa mesatare 6.5 që ka vazhdu kursin bazë dhe njëkohësisht është pranuar edhe në limitet në 30 vjeç, që mund të jetë mosha 29, 28, 27. Dhe në momentin ku ai kalon 3 vjet punë, e plotson 30, kalon moshën 30 vjeç dhe këtij bëhet pengesë pastaj vazhdimi i akademisë ose ai të vazhdoj që në policinë e shtetit të ushtroj të drejtat e tij si punojës policie për ngritjen karrierë.
Kjo ka qenë një pengesë e madhe, ku i ka detyruar një pjesë mirë të punojësve të policisë, të cilët janë pranuar pa më notë mesatare dhe janë pranuar në këto limite që sapo fola, që të në mungesë të kësaj të drejte, duke u kufizuar, të largohen nga policia. Dhe fakti që sot në policinë e shtetit largohen mbi 300 punojës policie për shkak të mos të ndërprerjes së kësaj karrierës të tyre policore për të bërë oficer për shkak të mesatares. Ka një shifër? Sa bën? Nuk ka shumë rëndësi se sa është numri. Numri mund të jetë 50 dhe 100 në çdo vit që konkurrojnë dhe që fitojnë të drejtën. Por problemi është sepse kjo është një drejtë, ato mund mos jenë të gjithë që mund të fitojnë, por drejta për të konkurruar është një drejtë e tyre. Dhe kjo drejtë ju mohohet. Dhe fakti që mohohet ai mund ta fitojë këtë drejtë mas 3 vitesh, mund ta fitojë mas 4 vitesh, mund ta fitojë mas 5 vitesh, pra ai ka të drejtë që çdo vit masi të ketë kaluar 3 vjet të konkurrojnë dhe në një mundësi që i jepet atij, mund ta fitojë. Pra, por nuk i mohohet të drejta për konkurrim me ligj edhe me kushtetutë. Fakti që këto ja mohojnë këtë të drejtë, do thotë që por i mohojnë të drejtat për ta fituar këtë konkurs. Po, i ndërpritet të drejtat që ai të vazhdojë të konkurrojë ose të ngrihet në detyrë ose të ketë përfitim. Pavarësisht se ky mund të jetë një ndërpolis për 3 vjet, mund të ketë tregu që është shumë i aftë në kryen e detyrave, po mund të jetë një punojës policie që ka pas edhe merita të veçanta gjatë kryes detyrës dhe kur vjen puna një mesatare, që është një notë, që është nën 6.5, atij e pengon që ai të vazhdojë të ngrihet detyrë të marrë gradën nën komisar dhe të vazhdojë karrierën. Apo i thot sot policia një efektivi 34 vjeçar që ka një dekadë në rrugë, që kaq ishte karriera jote, këtu do vdesësh profesionalisht. Patjetër, ajo është një ndër ankimimet që kanë bërë punojësit e policisë dhe shpreh konkretisht shpreh kështu. Që ne 34 vjeçart a duhet rrim policia apo duhet ikim nga policia? Për faktin se nuk na lejohet për shkak moshës të ngrihemi në karrierë. Dhe kjo është ajo që ne e kemi kërkuar dhe kërkojmë që të ndryshohet patjetër sepse është një shkelje e drejtave, është një cënim i të drejtave kushtetuese dhe është cënim i të drejtave edhe në diskriminim për shkak të moshës. Çfarë do bëni konkretisht për diskriminimin? Fakti që ne tash do t'i drejtohemi, siç kjo deklaratë nuk vlen vetëm për opinionin, po kjo deklaratë që kemi bërë si sindikat vlen edhe për qeverinë, që do t'i shkojë një kopje edhe qeverisë, i vlen për parlamentit, që është që nxjerr ligje dhe që ligjet do të jenë shumë të rakordume edhe me kushtetutën, jo thjesht preken kushtetuta apo edhe aktet e tjera ndërkombëtare, siç janë Karta Sociale Europiane e Punojësve, policisë, ashtu sikurse edhe ministri e drejtorët i përgjithshëm, të cilët nuk mund të nxjerrin urdhra të pabazuara në ligj, për kur vjen procesi i pranimit apo edhe i konkurrimit për punojësit e policisë të cilët do vazhdojnë shkollën e lartë. Kuptoj. Kush i ka vendosur këto kritere? Akademia e Sigurisë, Drejtoria e Policisë, Ministria e Brendshme apo Ministria e Arsimit? Kush ma përgjegjësi për këto kritere? Sigurisht ligji i policisë nuk përcakton moshën. Vetë që është fuqi. Por udhëzimi i ministrit dhe mbi bazën edhe të urdhit të drejtorit përgjithshëm, dhe udhëzimi i ministrit dhe urdhri i drejtorit për pranimet pengon. Pra edhe urdhat edhe udhëzimet janë në kundërshtim me ligjin. Kurse për sa i përket moshës, asaj mesatares, kjo pengesë bëhet vendimi i qeverisë në lidhje me arsimin e lartë. Sepse janë referuar vendimit të qeverisë në lidhje me arsimin e lartë që shkollat e larta nuk mund të vazhdojnë shkollë lartë në mesataren 6.5 për një numër caktuar të fakultetesh, siç është edhe në këto është futur edhe pra pengesë bëhet vendimi i qeverisë dhe ligji i arsimit lartë. Faktikisht ligji i arsimit lartë ka bërë disa përjashtime. Ligji i arsimit lartë përjashton Akademinë e Sporteve dhe Akademinë e Arteve. E përjashton me mesatare, për shkak se këto dy institucione që janë të larta, shkolla të larta,
këto pranohen edhe sipas kushtetutës mbi bazën e meritës ose mbi bazën e aftësive. Pra mund të shkojnë, duhet të jesh një njeri i talentuar që ti të bëhesh muzikant, mund të bëhesh aktor, mund të bëhesh, pra kesh talenti është i pari, dhe nuk është mesatarja. Ashtu sikurse edhe sporti, do të jesh shumë një njeri që je shqiu në një sport në sportet në përgjithësi, pra ke merita në sport, duke qenë mjeshtër sporti apo rekordmen apo diçka tjetër që ti s'ke nevojë që ti të kesh një mesatar për shkak të edhe të aftësive tuaja që i ke të veçanta. Dhe për këtë edhe ligji i arsimit të lartë i ka përjashtuar këto me mesataren. Të njëjtën gjë është edhe në policinë e shtetit. Mund të jesh me mesatarë 10, por që ti hyn si punojës për të bërë punojës policie, po je i pa aftë për zgjidhje një situatë terren. Pra sepse vetë shkolla, vetë profesioni i punojësit policisë është një profesion i cili du të kesh disa veti që ti të bësh punojës policie. Vetit janë qofshin fizike, psikologjike, ashtu edhe vetit e tjera që janë edhe personale. Kështu që në qoftë se si ke, këto janë që e bëjnë profesionin një njeri që ti përshtatet këtij profesioni. Fakti që këto nuk merren parasysh fare, kur një punojës policie aktiv do të konkurrojë për të ngritur në detyrë, në grad, pasi plotson gjitha kriteret fizike, psikologjike, edhe aftësitë në terren, është i aftë në terren dhe ka shprehi të profesionale që janë në nivelet të larta dhe nga vlerësimi i performancës ai del që është një punojës policie i aftë me kryer shumë detyra edhe me rrezikshmëri të lartë, ti nuk e pranon për shkak të një si i themi në një mesatarje e cila për këtë kategori nuk duhet të ekzistojë. Keni pretenduar më parë se rreth 300 efektiv policie largohen për mungesë të perspektivës nga policia. Pikërisht janë këto dy element që e bëjnë një punojës policie që të vendoset para dilemës. Po, e kuptoj, po pyetja ime është se ku po shkojnë këto njerëz? Sigurisht që këto që ikin nga policia, dihet që nuk besoj që do gjenë në punë brenda Shqipërisë, po ata të gjithë janë kontingjent që do largohen refugjat jashtë shtetit. Masi kanë kryer një periudhë kohë pune brenda rrallëve të policisë. Pra, kjo është arsyeja se nuk është si i thonë një vlerësim që ato mund të ikin për gjetë një punë më të mirë në administratën publike. Por fakti që këto në momenti që largohen, shumica prej tyre janë të gjithë kalojnë refugjat në vendet tjera të Europës. Tani dua të kaloj tek një çështje tjetër në fakt. Para 2 vitesh shpërtheu historia e kompensimit ushqimor. Policëve ju kryua paraprakisht vetëm mundësia e Tirana Bank dhe Shpar, të dyja brenda grupit të Balfin të Samir Manës. Çfarë ndodhi realisht në atë skenë? Fillimisht ne bëmë një sindikata ka nguli që të jepë ushqime, sepse nuk punojësit e policisë, një pjesë e mirë e punojësve të policisë nuk përfitoshin ushqim. Dhe në takimin që patëm me ministrin asaj kohe, ka qenë ministër Taulan Balla, takimin që patëm me të, ne dhe me kërkesën tonë, duke parë parasysh edhe detyrimin e ligjit që ligji i policisë në atë kohë i jep të drejtë çdo punojës i policisë të përfitojnë një vakt ushqim, ne kam ngulëm që si sindikat që ta përfitojnë edhe pjesa tjetër, sepse vendimi i qeverisë në mbështetje të ligjit kishte dalë selektiv. Një kategori i jepej ushqimi, siç ishin forcat speciale, dhe forcat në rrugë shpejtë dhe forcat speciale dhe një kategori tjetër që ishin punojësit e policisë nëpër komisariate dhe drejtues të tjerë nuk e përfitoshin. Pra ishin një numër i madh punojësish që nuk e përfitoshin. Në shkelje të hap të ligjit. Atëherë ne u detyruam dhe në komunikim ose në gjatë vetë ministri e mori përshtypur që këtë ta rregullonte. Fakti që u ndryshu vendimi i qeverisë në një kohë shumë shkurtër, u ndryshu dhe u vendos që gjithë punojësit e policisë ta përfitojnë. Por ne nuk ishim dakord kur doli vendimi që ky përfitim, a kupton, të ishte i kushtzuar, siç u vendos. Dhe kushtëzimi ka qenë që
punojësit e policisë nuk ishin drejt që këtë përfitim ta tërhiqin të ti derdhej në shumë të hollash, por ta merrshim me duke përfitu dhe drejtën për të marrë ushqime në supermarket, më sipas. Ta themi thjesht, a u kthye polici nga përfituesi një të drejtë në klient të detyruar të një biznesi privat? Kjo ishte një shkelje e hapur që u bë mas i vendosjes së këtij rregulli. Dhe kjo shkelje ne e denoncuam si shkelje. Dhe njëkohësisht ishim përgatitur për ta çuar edhe në gjykat, sepse është një shkelje që jo vetëm se i shkelje drejta punojësit policisë, po ishte edhe i shkelje që bëhet sepse nuk mund t'ja ngarkosh këtë detyrë pa u bë një tender. Në fundit do të ekzistonte një tender që nuk u bë fare, po u bë me marrëveshje. Dhe që këtu ishte shkelje e hapur. Pa u bë në mënyrë selektive, u zgjodh një kompani për të që mbulonte shumë supermarkete që punojësit e policisë dhe drejtorin e saj për ta shpenzuar atë të drejtën prej 10.000 lekësh të reja në muaj ta shpenzoshin për të rreqë ushqime. Kjo ishte shkelja. Dhe ne kërkuam pastaj që në momentin që ne kërkuam, u bën ndryshimet në qeveri dhe u bë edhe ministria sapo erdhi, u detyru që ta ndryshoshin për herë të dytë vendimin e qeverisë edhe e kthyn që kjo drejt i jepej punojësve të policisë që nuk e mund ta konsumojnë ushqimin për shkak të largësisë nga vendi i punës, ta konsumojnë këtë vakt ushqimit në institucionin ku bajnë pjesë, atyre ty kthehet, ty jepet dhe ty derdhet në lek. Duke ja derdh në llogarinë personale. Kjo është aktualisht sot, është realizueshme dhe sot çdo punojës policie, ato që nuk e marrin në natyrë ushqimin, e marrin në lek. A morët ndonjëherë përgjigje se pse një skemë e tillë që në teori duhet të lejonte zgjedhje përfundoi paraprakisht me një bankë dhe një rrjet supermarketesh? Kjo ishte shkelje pra. Kjo është shkelje e hapur. Kjo është abuzive. Ne thamë dhe prandaj e kërkuam e bëmë publike dhe e kërkuam si sindikat. Ishte komplet abuzive. Momentalisht si po funksionon dhe kur ka ndryshuar? Ka qenë në janar të vitit 2025 që ka ndryshuar kjo. Edhe nuk është, domethënë që çdo punojës policie sot ai e përfiton, por në këto dy forma, sipas vendimit të qeverisë. E përfiton ai që e kanë afër, po shumica, për shembull komisariatet, shumica e marrin ju derdhet në llogari. Për 22 ditë ju derdhet shuma lekëve për një vakt ushqim në drek. Kurse një pjesë e dyre që janë të organizuar në reparte që janë brenda strukturave, siç janë FNSH-t, siç janë repartet speciale, ato këtë vakt e konsumojnë brenda repartit. Ndryshimet në kuporin e policisë shpesh herë sjellin lëvizje të detyruara në të gjithë zinxhirin. Jo vetëm komandues, por duke shkaktuar transformime nga një cep i Shqipërisë në tjetrin. Deri kur do vazhdoj kjo? Sigurisht që sa herë që ndryshohen titullarët e institucionit policor, ne kemi vënë që ndryshohen, bën edhe lëvizje brenda policisë shtetit, lëvizjet. Dhe kjo është kthyer si traditë nga drejtuesit e policisë të sapo emëruar në krye të policisë, të krye policë, në funksionin e krye policit. Dhe po kështu ndodhi edhe me drejturin e ri që sapo, domethënë, që u zgjodh. Të gjitha këto lëvizje bën në kuadrin e ristrukturimit, në shprehjen e ristrukturimit të policisë shtetit. Fakti që termi ristrukturim nuk do të thotë që ti mund të lëvizësh një punojës nga një vend tjetër. Ristrukturimi ka të bëjë me shumë elemente. Dhe kjo lëvizja nga një vend tjetër e këtyre mund të ketë edhe rezultate për momentin, por nuk do të thotë që mund të kesh bërë ristrukturim të policisë shtetit. Ristrukturimi i policisë shtetit ka të bëjë me mënyrën e organizimit të policisë në tërësi. Duke marrë parasysh element bazë janë raportet që ka
policia shtetit në raport me nivelin e krimit që është në shkallë vendit. Vetëm në atë raport, ato strukturët e policisë do të adaptohen që të kundërpërgjigjen në çfarë do lloj aktivitetit kriminal duhet të përgjigjen me strukturat posaçme. Dhe këto struktura janë varësi me aktivitetin kriminal. Kjo është ristrukturimi i policisë, por nuk do të thotë që ta merresh një drejtues ta çosh në një vend tjetër. Fakti që këtu abuzohet i çik me këto drejtuesit për shkak edhe të për të fituar i çik kohë në raport me situatën për cilën e marrin drejtimin e policisë shtetit, abuzohet me fjalën ristrukturim, edhe i ka dhënë atyre një mundësi që këto të bëjnë lëvizje në të gjithë territorin, në lëvizje në të gjithë drejtuesve, duke filluar nga drejtoritë vendore, drejtorinë qendrore dhe drejtori. Edhe ligji sapo ndryshoi, ligji i policisë shtetit, që u miratu nga parlamenti kohët e fundit, i dha këto kompetenca i dha drejtorit përgjithshëm policisë. Pra i arriti ja shtoi kompetencat. Në një kohë që ne si sindikat kemi kërkuar që kompetencat drejtori përgjithshëm duhet të decentralizojë kompetencat. Pra t'ju japin më shumë kompetencat drejtorive qendrore dhe drejtorive vendore. Me qëllim që edhe përgjegjësit për ushtrimin e detyrave tyne të jenë konkrete. Fakti që duke i marrë gjitha përgjegjësit drejtori i përgjithshëm, është shumë e lehtë që nesër ministri, kur situatat janë avogojnë ose situatat janë të tilla që rritet kriminaliteti apo gjë, ta ketë shumë të lehtë të ndryshojë një drejtor të përgjithshëm. Dhe plus asaj që kjo i jep edhe një mundësi tjetër që të justifikojnë mungesën e performancës të drejtorit përgjithshëm policisë shtetit nga vlerësimi që do t'i bëjë ministri për drejtorin. Dhe gjyqi i fundit që boni një ish drejtori i policisë i detyroi që të ndryshojë të ligjin e policisë shtetit, që t'i japin një mundësi tjetër qeverisë dhe ministrit që të ketë një kontroll tjetër politik mbi policinë e shtetit. Ju keni fituar në gjykat disa herë ndaj policisë në Mosgaboj dhe shuma të mëdha parash. A i keni marrë këto borxhe të prapambetura apo kur prisni t'i merrni nëse nuk i keni marrë? Ne kemi në vitin 2014, sigurisht që u bë rotacioni dhe me bërjen e rotacionit dhe ardhin e drejtuesve të ri të polici, dorën në shkelje të kontratës kolektive bllokuan kotizacionet. Dhe bllokimi i kotizacionit bëri që ta vendosë në situatë shumë vështirë sindikatën e policisë. Se dihet që një sindikat të ekzistojë dhe të ketë aktivitet, rrallë parë aktiviteti i saj bazohet në financat që ka kjo sindikat. Pra financat dhe burimi i të ardhur të financave të sindikatës është kotizacioni. Fakti që ato goditen direkt të kotizacioni me urdhra verbal, jo urdhra ligjor, na detyroi sindikatën e detyroi që të hapte procese gjyqësore në rrugë administrative për të detyruar drejtorinë e përgjithshme policisë që të zbatonte kontratën kolektive, e cila ishte në fuqi që e detyronte policinë e shtetit që në bazë të deklaratës personale çdo punonjës policie të derte kotizacionin në llogarinë e sindikatës. Kjo duke mos u zbatu, kjo nuk u zbatu për shumë vite, që vazhdoi procesi gjyqësor, nga 2014 deri në 2022, paktën që ne bëmë edhe ndryshimin e kontratës, ky proces u bloku me urdhra verbal. Gjykata e shkallës parë i dha drejt sindikatës që të derdhej kotizacionin nga dita e bllokimit në vazhdim me vendimin e saj, po kështu edhe me ankimimin që u bë nga drejtoria e përgjithshme në apel. Gjykata e apelit vendosi shpalli, do të thënë vendimin, lan fuqi vendimin e gjykatës shkallës parë dhe e ktheu në titull ekzekutiv, me ekzekutiv më hershëm nga përmarrues privat shtetëror, derdhjen e kotizacionit nga momenti i bllokimit në vazhdim. Dhe pavarësisht nga ne zbatuam procedurat ligjore me përmarrim dhe përmarrimi vazhdoi procedurat bazë ligjit për ekzekutimin e vendimit.
afatit i ekzekutimit sipas ligjit përmarimor zgjatën 1 dhe 2 vjet, dhe në momentin kur përmaruesi bëni bllokimin ose vendosi sekuestër konservative për ekzekutimin e vendimit, pasi mbylli gjithë procedurën ligjore, Drejtoria e Përgjithshme dhe Ministria bën në ankim gjykat lart për pezullim vendimin. Nuk bën ankesë për pezullimin e vendimit të ekzekutimit, po bën ankesë për pezullim të vendimit të gjykatës apelit që është titull ekzekutiv. Pra, kjo ishte edhe absurdi që gjykata. Dhe ky pezullim u bën si ligji, ja i lejon gjykatës lartë të bëjë një pezullim kur sindikata ka shkaktuar një dëm financiar policisë shtetit. Fakti që ne nuk i kemi shkaktuar as i dëm financiar. A e keni atakuar këtë vendim të gjykatës lartë? Na kanë shkaktuar për 10 vjet dëm financiar ka shkaktuar policia e shtetit me urdhët e drejtuesve, me urdhët e paligjshëm të drejtuesve të saj, tregon që ai vendim që ka marrë gjykata është absurd konkretisht. Dhe ne shpresojmë që shumë shpejt me kërkesën që kemi bërë për zbardhje vendimit gjykatës lartë dhe njëkohësisht edhe për gjykimin që duhet ta gjykojnë, sepse ligji mbas marrjes vendimit pezullimit brenda 1 viti duhet gjykohet në gjykatën e lartë, ai që është afati përfundimtar. Dhe shpresojmë që ky vendim gjykata e lartë ta lënë fuqi dhe në momentin që do lëhet fuqi do ekzekutohet dhe damin do ekzekutohet dhe ne sindikata do të dam shpërblehet për një periudhë kohë nga momenti i bllokimit e në vazhdim. Për gjithë këtë dhe dami është shumë mbas të llogaritëve bëhet fjalë për një dam prej 10 vitesh që shkon në shuma të konsiderueshme. Po, e kuptoj. Por tani kam një pyetje tjetër. Kemi vënë re shpesh që sidomos në protesta, punonjësit e policisë janë ato që përballen me dhunën. Por duhet të themi që i tejkalojnë me kompetencat. Ju si sindikat, si e komentoni? Kjo ka të bëjë me momentin ka të bëjë më tepër edhe me nivelin profesional të punonjësve të policisë. Kur flasim për nivel profesional, do thotë që punonjësi i policisë duhet të ketë qartë në ushtrimin e funksionit vetë si punonjës policie duhet të ketë qartë 2 momente. Momentin e përdorimit të forcës dhe të dhunës, që është në ligj, bazë ligjit, që të jetë proporcional në rastet kur ushtrohet, kur konstatohet ose kur ka veprimtari të prishjes rendit e qetësisë dhe njëkohësisht edhe momenti i dytë është edhe përdorimi dhe kuptimi që ka punonjësi i policisë në lidhje me mbrojtjen e nevojshme. Pra, të këto element, ato i bajnë në shkollë, por praktikisht nuk i zbatojnë. Një pjesë punonjësish, jo të gjithë. Fakti që punonjësit ne kemi raste që tejkalohet përdorimi i dhunës, edhe kur një qytetar nuk e ka ndërprerë kundërshtimin ndaj punonjësit të policisë, ka raste kur punonjësit të policisë në momentin që është prangos goditet qytetarin. Në rast është i pastër rasti kur një punonjës policie godet në momentin që ka ndërprerë aktivitetin e ushtrimin e dhunës, qytetari ka ndërprerë çdo kundërshtim sepse është i prangosur, në rastin konkret çdo punonjës policie në këtë rast ka konsumuar veprën e shpërdorimit detyrës. Dhe këto raste duhet gjykohen, jo nga strukturat e policisë i do t'i evidentojnë, por është prokuroria, është edhe gjykata, mbas ankimimit që bën vetë qytetari, që duhet shprehet edhe ndaj këtyre rasteve. Dhe ne si sindikat nuk është se i mbrojmë punonjësit e policisë që ushtrojnë shkelin kompetencat e tyre, te i kalojnë kompetencat që ju ka dhënë ligji dhe ushtrojnë dhunë ndaj qytetarëve në shkelje të ligjit. Në këto raste ne presim gjithmonë verdiktin e gjykatës kur ka raste dhe ankimime nga 2 palët, se për shkak të prezumimit pafajësisë të 2 palëve, ne presim vendimin dhe ne konkretisht majmë qendrim veçantë për punonjës policie të cilët dënohen nga gjykata për këtë ushtrim
domethënë për tejkalim të kompetencave, ne jemi për largimin e tyre nga forcat e policisë. Po, e kuptoj. Ju jeni dhe ish oficer karriere dhe si i tillë dua t'ju pyes. Si e komentoni ngjarjet e fundit në Sarand, ku një i ri dhe punonjësit e policisë ku vra një i ri dhe punonjësit e policisë nuk ndërhyn. Po dhe rasti i një përplasje të ashpër në një lokal ku një punonjës policie shikoi duke nxjerr armën. Tash në të gjitha këto raste kanë filluar procedurat. Këtu jo si sindikat, por si ekspert. Tash si ekspert. Unë jo pa qëllim jo përdora. Dihet të dy element përdora fola për mbrojtjen e nevojshme, që është një drejt. Jo vetëm e punonjësit e policisë, por mbrojtja e nevojshme është një koncept i gjerë edhe për një qytetar thjesht. Pra mbrojtja e nevojshme ka të bëjë me mënyrën se si do reagosh ti ndaj një sulmi pa drejt, të vërtetë dhe të qasë. Pra janë tre element që ka. Pra sulmi duhet të jetë i pa drejt, sulmi të jetë i vërtet dhe të jetë i atëqastëm. Pra duhet të jemi në kushtet e një flagrancë e sulmit. Në qoftë se nuk mungojnë njëni prej këtyre elementeve, atëherë këtu nuk kemi sulm. Atëherë çdo kundërpërgjigje që bëj unë ndaj një personi, në rastin konkret unë jam personi që duhet gjykohem për tejkalim të përdorimit të forcës ndaj atij. Pra këto janë element që çdo punonjës policie duhet i ketë qarta, dhe duhet i ketë atje, që të jetë i zbatoj. Këtë po flas si profesionist. Por rastet konkrete kur flas si sindikat, ne gjithmonë i japim mundësi kur ndodh një ngjarje midis një punonjësi policie ose grup punonjësish me qytetar, ne gjithmonë presim që ky proces të vazhdojë të deri në përfundimin e saj për shkak të prezumimit të pafajësisë që ka qoftë qytetari, qoftë edhe punonjësi i policisë, se dy palë duhet të shprehen dhe prokuroria është ajo që i administron provat dhe gjykata është ajo që i jep vendimin. Deri në përfundim. Ne nuk mund të themi që e ka fajin qytetari apo punonjësi pa u dhënë një vendim i formës prerë. Momenti që vendimi i formës prerë, atëherë ne vendosim, domethënë se cilën dhe cili do të jetë qëndrimi jonë dhe do të mbështesim edhe qytetarin, nëse qytetari do të jepet gjykata në favor qytetarit, po gjithkusisht do dënojmë edhe veprimet e punonjësit policisë. Pra kjo është rruga ligjore. E kuptojmë. Edhe ne nuk mund dalim jashtë kësaj rruge. Tani dua të bëj disa pyetje të fundit të fakt për presionin brenda policisë. Sa të lirë janë policët për t'u ankuar? Sa të lirë janë policët për t'u ankuar? Apo ankesa ndaj një shefi mund t'i kushtoj një transferim? Kjo është një pyetje shumë bile dhe ke dalë në një temë që kemi çike edhe problematike. E para era që ne policin në përgjithësi, policia e shtetit vuan shumë, a kupton, nga fjala lirë. Çfarë do thotë? Nuk është i lirë i punonjës policie të shpreh mendimin e vet para e prokurorit. Për shkaqe që se vetë e prokurori ushtron një presion psikologjik ndaj punonjësit, ndaj varësit vet. Dhe ky presion reflektohet tek sindikata. Fakti që ne ankesat kanë frikë të deklarohen te sindikata do të thotë që presioni ndaj eprorët ndaj varësve është shumë i madh. Dhe në shumë raste ne i ngrim si probleme pa pas edhe ankesa pa nxjerr personat konkret, sepse ne e dim shumë mirë se çfarë ndodh praktik. Ndodh që një punonjës policie kryen një detyrë, siç kam një rast flagrant, në Himar, mbyll lokalin në ora 12 sipas ligjit, ankohet pronari i lokalit, se i ka pengu aktivitetin, shefi i komisariatit propozon transferimin e tij edhe nga qarku, supozojmë nga qarku ku ai bën pjesë, e marrin e transferojnë një qark tjetër. Në një kohë që ky është me gradë inspektorit. Qarku Vlorë. Qarku Vlorë, nga Vlora e çojnë në qarkun Lezhë. Kjo është shkelje e hapur e ligjit policisë shtetit. Është dhunim që i bëhet, është diskriminim që i bëhet rrallë parë punonjësit policisë, por është edhe dhunim
që i bëhet një punojësit për shkak të ushtrimit funksionit tij si punojës policie. Dhe këto ndodhin praktikisht. Dhe besoj kështu raste ska. Dhe raste të tilla ka shumë. Dhe ne i kemi të evidentuar. Unë përmenda pa emër, po e përmenda si rast. Pra, ky presion që ju bëhet sot punojësve policisë është aq i madh, saqë detyrohen që të heshtin apo edhe ta shmangin në një rast apo në një tjetër, edhe kur ka një shkelc, është ndodhet para një shkelci i cili ka një autoritet ose ka një lidhje me prorin e tij drejt për drejt, ai detyrohet ta shmang për të thjesht për të mjetuar ose për të vazhduar punën atje, sepse mund rrezikoj edhe detyrën aty. Sot kush është më i pambrojtur në Shqipëri? Qytetari përballë krimit apo polici përballë sistemit ku punon? Të dy janë të pambrojtur. Edhe qytetari përballë krimit, për shkak edhe polici përballë prorit. Sepse në rastin konkret kur një pror është i komprometuar, ashtu punonësi i policisë nuk është në gjendje të mbrojnë edhe qytetarin nga krimi. Për shkak të presionit që do ushtrojë prori ndaj varësit vet. Pra, në aspektin e dy janë të dyja të lidhura bashkë. Kështu që prandaj në situata kriminale gjithmonë nuk është drejt uljes, po vjen duke u rrit për shkak edhe të komprometimit ose si themi se brenda rrallëve të policisë kemi shumë në strukturët e policisë ka element të korruptuar. Dhe ky korrupsion shprehet edhe në mungesën e forcës goditëse që duhet të ketë punë policia shtetit në raport me krimin. Pra mungon kjo forcë goditëse ose e dobëson këtë forcë goditëse. Dhe kjo ka bërë edhe pyetjen që ju sapo bëhet, kjo është kërkon me këtë që sapo thash. E kuptoj, kam një pyetje të fundit. Do doja një përgjigje të sinqertë nga ana juaj, si oficer karriere, por dhe si drejtues sindikate. Nëse një polici i ri po ju dëgjon sot dhe ju pyet, Zoti Fishta, ja vlen të jap 20 vjet të jetës time për policinë e shtetit. Si do përgjigjesha? Unë kam bërë 50 vjet policinë e shtetit. Dhe kam kalu shumë situata. Sigurisht që kam pas edhe përplasje, edhe me drejtues të nivele më të larta. Edhe ndoshta kanë qenë edhe këto përplasje që mu më kanë bë, ose kam qenë që sot jam edhe në këtë funksion, dhe më thënë në sindikat. Sepse kam pa që brenda policisë duhet të ketë një strukturë të krijuar, siç është sindikata, që të ketë një oponencë ndaj presionit që ushtrohet nga drejtuesit e policisë. Pavarësisht se ne nuk e kemi akoma në nivelin që duhet, që këtë oponencë, për shkak edhe të politizimit që ka sot policia, sepse ne dim shumë mirë që drejtuesit e policisë zgjidhen nga qeveria, dhe qeveria dihet që kujt cilë force politike mulën. Kjo e ka bë që situata në policinë të një punojës policie të jetë para një dileme që a duhet ta sakrifikoj 20 vite për të qenë policinë e shtetit. Sigurisht që kjo është një zgjedhje personale për secilin punojës policie. Një punojës policie që është i aftë të lexojë ligjet që janë në fuqi, mund të gjej edhe veten e vet në këto ligje. Po një punojës policie që mund të lexojë ligjet dhe të gjej edhe pengesat kupton që ka në raport me aftësitë e veta, dhe mund edhe ta kufizojë veten për të sakrifikuar në strukturët e policisë. Por ne dim shumë mirë që shumë qytetar ose shumë tri hynë në policinë e shtetit për shkak sepse nuk kanë mundësi zgjedhje tjetër. Edhe fakti që në policinë e shtetit shkojnë konkurrojnë shumë tri që janë me mesatare 9.6.5, tregon që zgjedhja atyre është e vetme. Dhe nuk kanë alternativë tjetër. Dhe kjo nuk mendojnë se do kalojnë 20 vjet, apo do kalojnë 3 vjet, apo 5 vjet në këto struktura, por mendojnë fillimisht se si të zgjidhin situatën që kanë përpara. Në një kohë tjetër,
që tjerë njerëzit do jenë të lirë të zgjedhin edhe profesionin, dhe të kenë edhe mundësi ta ushtrojnë drejtën e tyre sipas aftësive që kanë, nuk besoj që do ta kenë këtë pyetje që sapo bëhet. Zoti Fisha, të falenderoj shumë për këtë intervistë kaq të këndshme dhe shpresojmë dhe besoj që kemi marrë përgjigjet e nevojshme. Ishte kënaqësi. Edhe unë shpresoj që të kemi dhënë ato përgjigje që duhen. Ja, pra kështu erdhi fundi këtij programi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11. Mos harroni të na ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.